fakt nuk e dim funksionin e sinusëve. Funksioni i sinusëve, pse janë ato hapësina të zbrasta, pse i kemi në fytyrë, në kokë, deri sot ka hipoteza të ndryshme, ndërsa nuk e dim funksionin e tyre. Specialisti i sinusëve mjeku Arsim Thaçi thot se problemet e pacientëve me sinus duhet të trajtohen me këshillat e mjekut kompetent. Në fakt nuk e dim funksionin e sinusëve. Funksioni i sinusëve, pse janë ato hapësina të zbrasta, pse i kemi në fytyrë, në kokë, deri sot ka hipoteza të ndryshme, ndërsa nuk e dim funksionin e tyre. Sinusët, qysh me linje, dhe më thënë, janë hapësina që i kemi dhe ato gradualisht me kalimin e moshës, disa deri moshën 12 vjeçare, disa deri moshën post-puberteti zhvillon, arrin masin maksimale. Edhe hunda, edhe sinusët janë të mbështellura nga një epitel, nga një mukozë brenda, edhe ato kanë funksionin që ajri të filtrohet, që ajri të nxehet, që të nuhasim, hunda ka një rol kyç në organizëm, edhe funksionin mbrojtës, aty krijohen shumë imunoglobuline që kanë funksion mbrojtës që mos të infeksioni mos të kalon rrugët e poshtme frymarrjes. Si pacient, kur duhet të sensibilizohemi, kur duhet të shohim, kur duhet të kontaktojmë mjekun, këtë rast mjekun specialist, kur një ftofje, ta quajmë kështu common cold, në gjuhën e mjekësisë, një ftofje virale nuk kalon mbi 2 javë apo 3 javë, deri atëherë janë simptomat kryesisht që duhet të kalon, domthonë simptomatika. Nëse vazhdojnë simptomat, nëse kemi një sekrecion me ngjyrë të trash, nëse kemi dobësim shqisës së nuhatjes, nëse kemi presion apo dhimbje në fytyrë apo në pjesën ballore, gjitha këto karakteristika që mandej flasin për një infekcion të sinusëve. Ai thot se trajtimi i sinusëve mund të bëhet me antibiotik, me përjashtim të rasteve kur shkaktarët të sinusët janë virusët. Tutja i ka shpjeguar se shërimi i tyre është kompleks dhe në disa raste mund të kërkohet edhe intervenimi kirurgjik. Fillimisht pyesim në anamnezë për kohëzgjatjen e simptomave. Ajo është me rëndësi. Mandej pyesim në mënyrë kështu kronologjike për gjitha ato simptomat kyçe që e karakterizojnë definicionin e pezmatimit akut dhe kronik sinusëve. Akut në kupton që simptomat janë më pak se 3 muaj, ndërsa te pezmatimi kronik i sinusëve simptomat zgjasin më tepër se 3 muaj. Bazohemi kryesisht në janë pyetësor të ndryshëm, bazohemi në shkallën e simptomave. A janë simptomat përhershme, domethënë mbi 3 muaj, bllokimi i hundës, domethënë frymarrja vështirësuar me hundë, sekrecioni, rrjedhja e hundës, domethënë ose nga hunda nga para ose pas në fyt, post-nasal secretion, pyesim për shqisën e nuhatjes, patjetër, edhe pyesim për dhimbje, presion në fytyrë në faqe. Mandej kalojmë në ekzaminimin që është e detyrueshëm, obligativ të bëhet me endoskop. Ndoshta ka mundësi ta marrë edhe në dorë, pastaj edhe bëhet me ekzaminimin endoskopik. Nënkupton që i futemi në brendit të hundës, nga zgavrat të hundës, dhe në kohë të shkurt fitojmë shumë informacione për mukozën. A kemi edem, a hajtje, a kemi polip, a kemi sekrecion purulent me ngjyrë, me aromë, a kemi inflamacion një ançëm të sinusëve apo 2 ançëm të sinusëve. Gjitha këto informacione, po shpesh herë na ndodh që të hasim edhe në ato që ka s'mendojmë shpesh, që ka s'kemi dëshirë, të diagnostifikojmë edhe tumoret të ndryshme, gjakderin lehtë, janë të njanshme, kanë aromë të keqe, kanë ngjyrë të purpurt, ngjyra kuqe, mbyllt. Këto janë mandej ato që është obligative të diagnostifikimi. Jo domosdo në fillim, fazën kur e diagnostikojmë pacientin
me ekzaminim endoskopik, jo domosdoshmë gjithmonë kërkojmë edhe CT apo rezonancë magnetike. CT ne bëjmë gjithmonë nëse dyshojmë për komplikim të sinosëve, sidomos të moshat e reja të fëmijëve, kur inflamacioni kalon edhe në organet përre, të më thënë, sikur këtu, me shë demonstrume, me shigjeta, kur inflamacioni kalon në sy apo intrakranial, në tru, atëre do mos kërkojmë CT-n. CT-n e bëjmë gjithmonë pas trajtimit maksimal medikamentos, që kupton, japim disa muaj terapi, do të ndalëm aty në mënyrë, do të shkojmë me rend, çka është terapia bazike. Atëre kërkojmë ekzaminim CT. Ndërsa në rastet kur dyshojmë në tumore, qoftë benigne apo maligne, si plotësimi i diagnostikës përveç CT-s të sinosëve është rezonanca magnetike me kontrast. Rentgeni i sinosëve nuk na jep informacione, nuk duhet të bëhet, shoqatat rinologe në Europë, në Amerikë, nuk e rekomandojnë, kështu që është rrezatim thjesht pacienti rrezatohet, po ne si mjek nuk i marrim informacionet e domosdoshme të nevojshme. Të ndalem pak te infeksioni akut i sinosëve. Thuaj 80% rasteve janë viruset që dominojnë si shkaktar, kështu që këtu nuk vjen shprehje fare antibiotiku. Ne po jetojmë një botë që gjithmonë më tepër po bëhen rezistent në antibiotik, edhe duhet është detyrë e mjekut, definitivisht mjekut specialist, që ta peshon, të bazohet në kritere kur duhet të trajtojmë pacientin me antibiotik. Fillimisht, çdo pacient trajtohet me shpërlarje të hundës, me trajte izotonike apo hipertonike, me kripra të ndryshëm. Ka mjaft në tregë edhe në Kosovë, për fat mirë. Ajo është terapi domosdoshme. Nëse kemi të bëjmë me një infekcion bakterial, që vëret shumë mirë me endoskopi, jo domos është obligative dhe strishot fitohet nga hunda. Jo domos, nuk është e domosdoshme, nuk është obligative që të fokusohemi që ta patjetër diagnostik ta bëhet me strishë. Kalojmë antibiotik, me grupin atyre antibiotikave që sipas rregullorës në guidelines që quhen, është grupi i parë, grupi i dytë kur i jepen antibiotik, trajtohen maksimumin deri në 14 ditë. 2 avora mjafton. Edhe përdoren sprej dekongestant që e shfryn mukozën e hundës. Të rastet kur kemi të bëjmë edhe me rinit alergjik, paralelisht duhet trajtohet nga kolegët alergolog edhe riniti alergjik me sprej kortikosteroid. Po ashtu edhe në fazën akute rekomandohet. Rastin kur kemi të bëjmë me komplikime orbitale apo intrakraniale të infeksionit akut sinosëve, duhet të dalim në kirurgji, momenti kur e vrejmë që simptomat brenda 48 orëve pas trajtimit intravenos, maksimal, në qendrën klinike Universitare të Kosovës, nuk përmirësohet. Apo pacienti fillon të turbullohet në kokë, pacienti fillon të mos të dallon ngjyrën e kuqe, vizus, domethënë, ose të fshet 2 figura. Atëherë guxojmë ta vëzhgojmë me një dritare kohore dhe 48 orë, po pastaj këto raste përfitojnë edhe në rastet akute, përfitojnë shumë nga kirurgjia. Aty duhet ta potencoj këto. Në rastet akute, ka raste që pacienti përfiton shumë nga kirurgjia. Ndërsa të format kronike të sinosëve, të ato që simptomat zgjasin më tepër se 3 muaj, çka arrihet me kirurgji? Kirurgjia nuk është shëruese. Kirurgjia nuk shëron. Kirurgjia dhe trajtimi post-operativ, trajtimi add-on që quhet shtesë, është kvaliteti i jetës më i mirë i pacientëve. Domethënë përmirësohet frymarrja, përmirësohet shpesh edhe shqisa nuhatjes, hiqet dhimbja kokës, sidomos ata që kanë kudhime fytyrës, po nuk guxojmë asnjëherë të format kronike, qofshin ato me polipe, qofshin ato pa polipe, pasi tash klasifikimi aktual ndallojmë në fenotip dhe endotip të kirurgjisë të
të smundjeve, klasifikimin të smundjeve të kronike të sinuseve. Në ato raste, kirurgjia është e domosdoshme pasi që është më efektive, më pa kosto, se sa trajtimi, edhe aty do të potencoj, trajtimi pashtu plotësues me antitrupa human, që biologika, është një terapi që përdoret nga mjekët alergolog, nga pulmologët, nga dermatologët, terapia me antitrupa human, biologika, në gjuhën e mjekësisë. Ato dëpërtojnë deri te interleukinët e ndryshme, dhe deri te kaskada e inflamacionit, dhe aty stopohen ato, po është terapi mjaft të shtrenjtë, mjaft kosto. Kështu që edhe duhet plotësohen disa kriterë kur pacienti me domos duhet të jetë kandidat për trajtimin biologika. Kirurgjia ndihmon që të hiqet inflamacioni, të drenohen sinuset maksimalisht, dhe ta krijohet hapësinë për trajtimin post-operativ, sidomos te sprej lokal me kortikosteroid që duhet të hipet afatgjat pastaj. Ai ka këshilluar qytetarët që të mos marrin produkte të paverifikuara sepse mund të shkaktojnë ndonjë telash më të madh, por para çdo përdorimi të konsultohen me mjekun kompetent. Po fillimisht të përgjigjem pyetjen e parë që pacientët e meritojnë ta kontaktojnë një mjek specialist dhe njoftohen nga afër për terapinë aktuale të sinuseve, të njoftohen për efektet anësore, sa është kohëzgjatja e sprejit dekongestant, sa është kohëzgjatja e sprejit me kortikosteroid, cilat janë efektet anësore. Edhe mos përdorin terapi çka ka në treg, vetëm çka ato nuk janë bazuar në evidencë, nuk janë terapi që rekomandohen nga shoqatat, nga studimet të ndryshme. Terapi e bazuar në evidencë nga mjekët rinolog, nga shoqatat ndryshme rinologe, është terapia sot duhet të investojmë shumë në preventiv, në profilaks. Është ari shumë i ndotur në Kosovë, edhe duhet të fokusohemi, bëjmë çmos ta shpërlajmë hundet, bëhet praktik shpërlarja hundës. Që mos shkaktohen gjithë ato që ka i nuhasi, mos shkaktohen një reakcion, një inflamacion në hund. Shpërlarja hundës ka mundësi që i largon alergjenet, i largon plurin, edhe nuk ka mundësi që pluri, alergjenet të rinë në epitelin e hundës, të shkaktojnë mandejat kaskade inflamacionit. Mandej terapi pashtu validume është terapia me sprej kortikosteroid lokal për hund, është terapia bazike e parë që jipet me mujë mbarët edhe nga smundja pacientit është atopika jo. Po pacientët që vujnë nga pezmatimi kronik i sinuseve ka një kvalitet jetës shumë të pësumë. Barazohen sikur pacient që kanë smundje të Parkinsonit, po flasim për kvalitet jetës, si pacient që kanë smundje kronike të zemrës, si pacient që ka një smundje të moderume astma, ose bronit obstruktiv. Në qatë kategori, këta pacient qatë shumë vujnë me fjalë tjera, si nga nëse strajtohen. Pacient kanë shumë komorbiditete, smundja kryesisht pacient që vujnë nga pezmatimi kronik i sinuseve kanë astma bronjale, dhe 25% të rasteve, kanë është rreziku permanent për sleep apnea, edhe për apnea gjumit, që për ato do flasim pastaj. Nuk nohasin aromat, ata pacient janë të rrezikum, nuk nohasin aromat, edhe nuk i nohasin edhe rreziqet pastaj, tymin, zjarin. Kështu që kjo është ka të bëj pacient jashtëzakonisht vuajnë shumë, nga trajtimi jo adekuat edhe jo i mirë i sinuseve. Hasim pacient që thot vetë kam ble, vetë kam marrë medikamente, abuzon me hundën, dëmtohet mukoza hundës, mandej ata është vështirë të kthehen normalitet,
pasi që ajo rinitis medikamentoza, e smundja, ose privinizmo, si quhet, varfëria, këta pacient madje edhe ka një shkallë të komplikime dukshëm në kirurgji, gjakderi më shumë, infekcione më shumë.